Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajalin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot, inshallah, do të flasim për atë temës rëndësia e fëmijës së mirë. Në ajetin 74 të surës Furqan, Allahu i madhruar thot Bismillahirrahmanirrahim Walladhina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Edhe ata që thonë, o Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ç'është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët. Pa dyshim që nevoja për fëmijë është një nevojë instinktive për çdo baba dhe për çdo nënë. Fëmia është një dhuratë e madhe nga Allahu i lartësuar. Sa prindër janë të privuar nga kjo dhuratë. Dhe kur Allahu u dhuron atyre një fëmijë, gëzimi mbush çdo anë të jetës së tyre. Por a ka gëzim më të madh nëse fëmia është i mirë, punë mirë, i drejtë, i sjellshëm, është besimtar, që e mban me krenari emrin e familjes dhe i shoqëron prindrit me lutje të mira. Dhe kjo fal asaj fesë që ai mban, fesë të tij pastër islam. Edukimi i fëmijëve është një çështje madhështore, sepse edukimi i fëmijëve përcakton të ardhmen e një kombi. Feja e pastër islame i kushton rëndësi të madhe formimit dhe edukimit të njeriut. Allahu i plotfuqishëm i dërgoi profetët e të dërguarit dhe i zbriti librat me qëllim që njeriu të formohet dhe të edukohet ashtu siç e dëshiron krijuesi i tij, Allahu i plotfuqishëm. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: fëmia i mirë është një aromë nga aromat e xhennetit. Sa përshkrim i mrekullueshëm. Pra nëse dikush dëshiron të nuhas aromën e xhennetit, nëse dikush dëshiron ta ketë aromën e xhennetit të pranishëm në shtëpinë e tij, atëherë le ta edukojë fëmin me edukatën e pastër islame, me edukatën që e dëshiron Allahu i plotfuqishëm. Me këtë shprehje të mrekullueshme, profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka treguar për begatinë e madhe që Allahu i madhruar dhe i lartësuar i adhuron njeriu kur ai pra jep një fëmijë të mirë. Ai fëmijë është si një lule aromatike që mbush shtëpinë e vet me erë të këndshme. Ai qetëson shpirtin dhe mbush zemrën me gëzim dhe hare pa zemrat e prindërve të tij. Fëmia e mirë
nuk është si aromat e kësaj bote, por është një aromë nga aromat e xhennetit. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi e ka krahasuar fëmijën e mirë me një aromë nga aromat e xhennetit, që janë mjaft të këndshme. Askush nuk e di ato, pra aromën e mirë të xhennetit. Inshallah do ta provojmë të gjithë, jemi prej banorëve të xhennetit. Imam Sadiq paqja qoftë mbi të ka thënë: prej lumturisë e njeriut është të ketë një fëmijë të mirë. Pra të gjithë ne dëshirojmë lumturinë. Dhe një pjesë e lumturisë e njeriut është që ai pra të ketë një fëmijë të mirë, siç na thot Imam Sadiq në këtë thënie hadith të ardhur prej tij. Sigurisht që fëmija e mirë ka ndikim në këtë botë, në barzakh, pra në jetën që është pas vdekjes dhe para ringjalljes, si dhe ka ndikim edhe në jetën pas vdekjes. Ndikimi i fëmijës së mirë në këtë botë. Fëmija e mirë, ose fëmija, në përgjithësi, si thot Kurani, është stolia e kësaj jete. Dhe këtë e lexojmë në ajetin 46 të surës Kahf, ku Allahu i madhëruar thot: El malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amalan. Pasuria dhe fëmia janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira te Zoti yt sa i përket shpërblimit, dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Dhe një ndër këto veprat e qëndrueshme të mirat, ka Allahu, është edhe edukata e mirë që i jepet fëmijës. Kjo është e përhershme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë që trashëgimia më e mirë që një person i lë fëmijës të tij është edukata e mirë dhe sjellja e mirë. Gjithashtu, Kurani i shenjtë na thotë që fëmijët janë dëshpërovë. Siç thot ajeti 15 në surën Taghabun: Innama amwalukum wa auladukum fitna. Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju. Pra janë sprovë për na sprovuar se si e fitojmë pasurinë dhe ku e shpenzojmë. Gjithashtu fëmijët janë sprovë se si do t'i formojmë, se si do t'i edukojmë, se si do t'i mësojmë. Fëmija e mirë ka ndikim të madh në këtë botë. Për e fëmijës së mirë fiton familja dhe shoqëria përreth, të cilët pra gjejnë mbështetje tek ai. Dhe për këtë Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: për e lumturisë e njeriut është të ketë fëmijë te të cilët ai mbështetet. Ky hadith thekson se fëmija e mirë nuk është vetëm bekim shpirtëror, por është edhe një ndihmë praktike në jetën e përditshme për familjen dhe për shoqërinë. Pra, ndikimi i fëmijës së mirë pra në këtë jetë është mjaft i madh. Prandaj duhet që të kujdesemi për edukimin e fëmijëve, të edukojmë pra me atë edukatën e pastër që e dëshiron Allahu, larg të këqijave. Por fatkeqësisht sot fëmijët po edukohen nëpërmjet rrjeteve sociale, duke lundruar në to
dhe shikojmë fatkeqësisht se mungon ai edukimi dhe formimi i saktë, i rregullt i fëmijës, ku shohim fëmijë që vrasin njëri tjetrin, grindën me njëri tjetrin. Dhe kjo është shkak i asaj vakumit të edukimit të saktë që gjendet tek fëmijët. Ndikimi i fëmijës në botën e barzakut, në jetën pra, pas vdekjes dhe para ringjalljes. Ndikimi i fëmijës së mirë vazhdon pra për familjen e tij, edhe pas vdekjes së prindërve të tij, ku veprat e tij të mira bëhen një burim shpërblimesh dhe i dërgohen prindërve të tij, duke ndriçuar pra varrin e babait dhe të nënës së tij me një dritë mbi natyrore, dhe duke larguar prej tyre tmerrin e frikshëm të varrit e të ndëshkimit. Madje, pra punët e mira të fëmijës së mirë, fëmijës së edukuar me sjellje të mirë, këto mund të ndryshojnë fatin e prindërve të tij, nga ndëshkimi në kënaqësi dhe lumturi. Pra nëse prindërit meritojnë ndëshkim dhe fëmia që ka lënë pas bën vepra të mira, po dërgon shpërblimin e tyre pra prindërve, pra këto vepra të mira bëhen shkak që ata pra në vend të ndëshkimit të fitojnë kënaqësinë dhe lumturinë. Për këtë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: 5 vet ndodhen në arrezet e tyre, ndërsa shpërblimi i veprave të tyre vazhdon të shkruhet në regjistrin, pra në librin e veprave të reta. I pari është ai që ka mbjell një palmë hurme, një hurmë. I dyti ai që ka hapur një pus ujë, ku përfitojnë pra njerëzit, shoqëria. I treti ai që ka ndërtuar një xhami, njerëzit falen, adhurojnë Allahun, ushqejnë shpirtrat dhe zemrat e tyre pra në xhamin. I katërti, ai që ka shkruar një mushaf, një Kur'an, dhe i ka lënë pas që njerëzit ta lexojnë dhe të përfitojnë. Dhe i pesti, ai që ka lënë një fëmijë të mirë. Pra këto të 5 persona, që edhe pse janë pra në varret e tyre, shpërblimet e veprave të mira që kanë lënë, vazhdojnë pra t'i shkruhen atyre. Si ai që ka mbjell një pemë palma apo pemë të tjera, si ai që ka hapur një pus ujë, si ai që ka ndërtuar xhami, si ai që ka shkruar një mushaf, dhe ai që ka lënë një fëmijë të mirë, i cili lutet për prindrit e tij pas vdekjes. Ky hadith i bekuar pra e ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi tregon qartë se veprat e dobishme dhe pasardhësit e mirë vazhdojnë t'i dhurojnë shpërblime njeriut edhe pas vdekjes së tij. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: nuk e ndjek njeriu pas vdekjes së tij asgjë nga shpërblimi përveç se 3 gjërave. E para, një sadaka, lëmosh që e ka dhënë gjatë gjithë jetës së tij, e cila vazhdon edhe pas vdekjes së tij. E dyta, një tradit të udhëzimit që ai e ka lënë pas, me të cilën veprohet edhe pas vdekjes së tij. Dhe e treta, një fëmijë i mirë që kërkon falje për të për prindin. Është transmetuar
nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi se ai u ka treguar shokëve të tij një ngjarje që i ka ndodhur profetit Isa alayhi salam. Profeti u tha shokëve të tij: Isa i biri Merjemes një ditë kaloi pranë një varri dhe dëgjoi që i varrosuri, pra i Zoti i varrit i varrosuri, po ndëshkohej. Kur kaloi pas një viti, ai pa se nuk po ndëshkohej më ai person në varr. Në atë moment profeti Isa i drejtohet Allahut dhe i thot: O Zot, vitin e kaluar kalova pranë këtij varri dhe i Zoti i tij po ndëshkohej, e tani nuk po ndëshkohet më. Atëherë Allahu i shpalli dhe i tha: O shpirti i Zotit, ai pati një fëmijë të mirë, i cili rregulloi një rrugë dhe strehoi një jetim, dhe për shkak për të veprave të birit të tij, unë e fala atë. Atë pra babajin e tij të varrosur që po ndëshkohej. Pra, shikoni pa çfarë mirësi të madhe ka dhe çfarë rëndësie fëmia e mirë, kur edukohet dhe formohet me një edukim dhe formim të rregullt, të saktë, të pastër, bazuar pra në moralet e larta dhe në sjelljet e mira. Në një nga tregimet që janë rrëfyer pra për rreth çështjes së fëmijës së mirë, është se një njeri ka thënë, një njeri i ditur: unë nuk kisha dëshirë, thot, të kem fëmijë, derisa një ditë që isha në Arafat në Haxh, ndodhej pranë meje një djalosh i ri, i cili lutej dhe qante duke thënë: O Zot, prindrit e mi, pra lutej për faljen me prindërit e tij. Dhe kjo, thot transmetuesi, më bëri të dëshiroj të kem fëmijë kur e dëgjova këtë, thot. Pra lum ata të cilët pra i edukojnë dhe i formojnë fëmijët e tyre me edukat të pëlqyeshme dhe me sjellje të mira, sepse kështu ata fitojnë dobi edhe në këtë jetë, po edhe pas vdekjes. Ky hadith, kjo thënie që sapo përsollëm, tregon qartë për ndikimin e madh që ka një fëmijë i mirë në jetën pas vdekjes së prindërve të tyre, dhe se veprat e tij të mira mund të jenë shkak për faljen dhe përfitimin e mëshirës Allahut fuqiplot. Ndikimi i fëmijës së mirë në shpëtimin nga zjarri i xhehenemit. Ndikimi i fëmijës së mirë vazhdon edhe në botën tjetër, pas vdekjes, ku drejtësia dhe devotshmëria e tij, pra e fëmijës së mirë, bëhen shkak për shpëtimin e prindërve nga dënimi i zjarrit që ata mund të kishin merituar për shkak ndonjë vepre të tyre të gabuar apo të keqe. Por për shkak se prindrit lën pas një fëmijë të mirë, dhe veçanërisht pra një vajzë që vesh mbulesën e Islamit, hijabin, dhe ruan pra nderin dhe dinjitetin e saj, atëherë kjo veshje, pra kjo hijab, i saj bëhet mbulesë dhe mbrojtje mes prindërve të saj dhe zjarrit të xhehenemit. Për këtë është transmetuar nga
i dashur i zemrave tona nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, i cili ka thënë: sa fëmijë të mirë janë vajzat e mbuluara. Kush ka një të tillë, Allahu e bën atë, pra vajzën e mbuluar, mburoj nga zjarri i xhehenemit, pra për prindrit e saj. Ka ky hadith i bekuar, ka thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, sqaron se vajza e devotshme, e moralshme, e cila zbaton urdhat e Allahut dhe të Kuranit, ajo është një shkak i madh për mëshirë dhe shpëtim të prindërve të saj në jetën tjetër. Fëmija e mirë është pra edhe kërkimi pra në lutjet e profetëve. Të gjithë profetët luteshin për të patur pra një fëmijë të mirë. Dhe kjo tregon pra edhe një herë vlerën e madhe të fëmijës së mirë dhe përfitimet e shumta që sjell dhurimi i një fëmije të mirë. Ne lexojmë në Kuranin e Shenjtë lutjen, duan e profetit Zakaria alayhis salam, e cila përmendet në ajetin 38 të surës Ali Imran, i cili thot: hunalike da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, innaka sami'ud du'a. Atëherë Zakaria ju lut Zotit të tij: o Zoti im, më dhuro nga ana jote një pasardhës të mirë, vërtet ti je dëgjues i lutjes. Allahu i dhuron për çdo prindri të privuar inshallah një fëmijë dhe një pasardhës të mirë inshallah. Prandaj është e denjë për ne që të përpiqemi vazhdimisht për ndërtimin dhe edukimin e një fëmije të mirë, duke u mbështetur së pari tek Allahu i lartësuar për ta ruajtur këtë dhuratë të madhe e të çmueshme. Duhet të përfitojmë nga mësimet e Islamit, të cilat kanë theksuar pra faktorët ndikues në rritjen e fëmijëve të mirë, duke filluar që nga momenti i vendimit për martesë, pra ku janë pra si qanë përzgjedhja e bashkëshortes apo bashkëshortit, sjellja me të, ushqimi i saj gjatë shtatzanisë, çfarë të bëhet me fëmijën në çastin e lindjes dhe pas saj, derisa të bëhet pra subjekt i edukatës që e do Allahu i madhruar. Të gjitha doktrinat dhe ideologjitë në botë i përqendrojnë përpjekjet e tyre të njeriu i rritur, i cili ka arritur një nivel të caktuar të kuptimit dhe ndërgjegjjes. Por Islami ka vendosur rregulla për njeriu para se ai të lindë. Ai pra përcakton për prindërit para martesës llojin e personit që secili duhet të zgjellë. I thot vajzës cilin burr duhet të zgjedh dhe i përcakton djalit se cilat janë cilësitë që duhet të ketë gruaja që ai do të zgjedh. Vallë, përse bën Islami këtë? Sepse secili prej të rinjve, djali dhe vajza, ata do të jenë burim i individëve të tjerë pas tyre. Islami dëshiron që ky individ i cili do t'i bashkohet shoqërisë të jetë i mirë, i sjellshëm, i drejtë, i devotshëm me familjen dhe me shoqërinë.
Prandaj, duhet pra që të kujdesemi sa më shumë për edukimin dhe formimin e fëmijëve tanë. Të mos i lejmë vetëm që të edukohen në për shkolla, në për kopshte, në për çerdhe, apo në për rrjetet sociale. Roli i prindrit është mjaft i madh në edukimin e fëmijëve, është mjaft ndikues. Prandaj, ejeni që së bashku të njihemi me rrezatimet e Islamit, të cilat ndriçojnë rrugën që të çon drejt ndërtimit dhe edukimit të fëmijës së mirë. Të njihemi me metodat e edukimit islam për fëmijën. Edukimi islam nuk e lën fëmijën pra në prapambetje, përkundrazi. Edukimi islam është ai që edukon fëmijën me një edukat mjaft të lartë. E bën të dobishëm për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Edukimi pra sipas Islamit është ai që garanton lumturinë e fëmijës, dhe familjes, dhe shoqërisë, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Islami është fe e dijes, është fe e moralit, është fe e sjelljes së mirë. Prandaj, le të kthehemi tek Islami, burimi i cilit është Kurani, dhe të mësojmë se si t'i edukojmë fëmijët tanë ashtu siç duhet. Nëse do t'i edukojmë ashtu siç duhet me frymën e fesë, me frymën e moralit, për dashurinë për Allahun, për të dërguarin, për Kuranin, për njerëzit, atëherë nuk do të shohim këto fatkeqësi që shohim sot, ku adoleshentët vriten me njëri tjetrin, ndyrësi, degenerimi moral është përhapur në mesin e adoleshentëve, sepse janë lënë të gjithë të lirë, dhe nuk u është tërguar frere ashtu siç duhet. Prandaj, le të lexojmë Kuranin, i cili në ajetin 6 të surës Tahrim na thot: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O ju që keni besuar, ruajini veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë pra zjarrin e mbikëqyrin engjëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë me një herë. Nëse duam të ruajmë vetat tona, familjet tona, fëmijët tanë, le të kapemi pas Kuranit, të zbatojmë Kuranin, të esim në rrugën e Allahut, të esim në rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në rrugën e ehli bejtit të pastër. Në këtë mënyrë arrihet pra ruajtja dhe mbrojtja e fëmijëve dhe e familjeve. Allahu na bëfë atyre që i dëgjojnë porositë dhe këshillat dhe zbatojnë ato që janë më të mira, padyshim që porosia më e mirë, këshilla më e lartë është fjala e Allahut të madhruar, Kurani i shenjtë. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.